Ndërhyrja menjëhershme e policisë në protestën e 17 prillit për ndalimin e personave të dyshuar të hedhjes së molotovit drejt kryeministrisë ka gjetur mbështetjen e gjykatës. 5 prej 11 të ndaluarve do të qëndrojnë në arrest me burg deri në përfundim të hetimeve. Megjithatë, 6 të tjerë do të vazhdojnë të jenë në gjendje të lirë. Menjëherë pas vendimit të dhënë këtë të hënë, reagoi sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, i cili akuzat i drejtoi jo vetëm mazhorancës. Gjyqtari peza një militant politik. Është po ky gjyqtar që dha vendimin në kolegjin zgjedhor për Edi Rama në zgjedhjet e kaluara dhe në kundërshtim me çdo rregull dhe çdo normë ligjore u transferua në Tiranë. Janë të kapur me bidona me ujë në dorë duke pirë protestuesve. Dhe aty është shkruar Molotov. Protestat do të vazhdojnë, ky regjim. Protesta e së shtunës u shoqërua me padinga të dy anët. Opozita ka kallëzuar ministrin e Brendshëm Besford Lamallari, kreun e policisë Skënder Hitajn dhe zinxhirin drejtues të policisë. Policia kaloi në duart e Oltion Bistrit, i cili u emërua nga Edi Rama si koordinator me krimin dhe me policin. Ushtari i Oltion Bistrit është Skënder Hitaj. Ai do të konsiderohet përgjegjësi i asaj dhune dhe konsiderohet si një kamikaz politik. Në protestë u arrestuan 11 persona dhe 15 të tjerë u deklaruan se do të hetohen në gjendje të lirë.